Alban Imeri, sekretari i Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka bërë një kablogram për ambasadat amerikane ku kërkon informacione për organizatat e majta ekstreme. Gjithashtu janë bërë ftesa për 60 zyrtarë të lartë për një takim në SBA në lidhje me këtë rrymë të majt ekstreme. Si e komentoni ju? Unë jam i bindur dhe kam qenë i bindur se ekstremizmi majt është një nga rreziqet më madhore të kohës. E kam theksua edhe radhën e fundit ose të parafundit. Kam treguar rastin se gjatë kohës në diktaturë komuniste, Enver Hoxha u nda nga të gjitha vendet ish komuniste se i quajti ato revizioniste. Dhe këtu në Shqipëri na vini njëri mas tjetri delegacione të ekstremizmit të majt partive marksiste-leniniste. Këto vinin dhe mbanin fjalime. Më kujtoj se si na thonin se lirin që keni ju nuk e ka kush në botë. Se Meksikanta apo Amerikanta apo Belgët apo Francez duhet frymëzohen nga ju. Po këto ishin një numër i kufizuar partisë marksiste-leniniste që kishin epiqendër Pekinin dhe pastaj Tiranën. Në fakt, disa prej tyre kishin dhe lëvizje të armatosura gorile. Mirë po, pas rënjes perdes hekurt, me financimet e George Soros në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në dhjetra vende të botës u krijuan me qindra mijëra organizatat të quajtura të shoqërisë civile që të gjitha ekstrem i majt. Dhe ato, si në Shqipëri dhe kudo që janë, përbëjnë një rrezik dhe kërcënim serioz për demokracinë, paqen në këto vende. Këto organizata gjatë në çdo kohë janë të gatshme për motive ideologjike të nërmarrin aksione dhe veprime antikushtetuese, antiligjore. Këto organizata kontrollojnë media në shumicë, censurojnë, përdorin censurën, përdorin llogaritë e rreme, përdorin hienat. Po lexoja para 3 ditësh një shkrim të një analizë të një gazete, e cila në tërësi nuk është dashamirëse ndaj Partisë Demokratike, por tregonte se si kampion të hienave anonime kundër Sali Berishës ishin shërbëtorët e Edi Ramës, Miero dhe Bolino, me emra të ndryshëm, etj. Pra, në tërësi, ekstremizmi i majt përbën një rrezik serioz për shoqëritë e lira dhe vlerat e demokracisë.